Vazhdoj me librin Kurat natyrore, me banjët terapeutike. Sëmundjet organike të trurit dhe pasës kryesore, duke përfshirë kushtet kronike, inflamatore, meningjitin, reumatizëm dhe artritin, një vask ose kovë legend të vogël duhet të vendosen një sasi uji nga 7.2 gradë deri në 12.7, pra nga 7 deri në 13. Këmbët duhet të zhyten plotësisht në ujë për 1 deri 5 minuta. Gjatë banjës, meqense uji ftohtë, duhet fërkuar shpesh këmbët. Edhe për 2 minuta sigur bëhet kjo, i largon atë kongestionin cerebral dhe hemorragjin në mitër, gjithashtu ndihmon në trajtimin e shtrembërimeve, tendosjeve inflamatore të ndryshme. Nuk duhet të merret në rastin e gjendjeve inflamatore të organeve gjenitourinare, mërçisë dhe veshkave. Banja me avull. Banja me avull është një nga trajtimet më të rëndësishme të ujit të testuar nga koha e cila shkakton dirësite në një mënyrë shumë natyrale. Pacienti i veshur me një stres minimal të hijeve ose të brendshme detyrohet të ulet në një stol brenda një dollapi të projektuar posaçërisht. Para se të hyjë në dollap, pacienti duhet të pijë 1 ose 2 gota ujë të ftohtë dhe të mbrojë kokën me një peshqir të ftohtë. Kohëzgjatja e banjës, pra koka s'duhet të jetë shumë e ngrohtë. Kohëzgjatja e banjës me avull është përgjithsisht 10 deri në 20 minuta ose derisa të fillojë djersitja. Një dush i ftohtë duhet të bëhet menjëherë pas banjës. Pacientët shumë të dobët, gratë starzana, pacientët me sëmundje kardiake dhe ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet ta shmangin këtë banjë. Nëse pacienti dihet i mbarëmend ose i shqetësuar gjatë banjës me avull, ai ose ajo duhet të nxirret menjëherë dhe të jepet një gotë ujë të ftohtë dhe fytyra të lahet me ujë të ftohtë. Banja me avull ndihmon në eliminimin e materialeve të dëmshme nga sipërfaqja e lëkurës, gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut dhe aktivitetin e hindeve. Lehtëson reumatizmën, përdhesin, problemet me acidin urik dhe obezitetin. Banja me avull është e dobishme në të gjitha format e toksinave kronike. Gjithashtu lehtëson nevralgjit, nefritin kronik, infeksionet, tetanozin dhe migrenën. Banja me zhytje. Kjo njihet si banjë e plot. Administrohet në një vaskë e cila do të jetë e pajisur siç duhet me lidhje me ujë të nxehtë dhe të ftohtë. Banja mund të bëhet në temperatura të ftohta, neutrale, të nxehta, të gratuara dhe alternative. Banja me zhytje në ujë të ftohtë, kjo mund të bëhet për 4 sekonda deri në 20 minuta në një temperaturë që varion nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Para se të hyjë në këtë banjë, duhet të derdhni ujë të ftohtë në kokë, gjoks dhe qafën e pacientit dhe koka duhet të mbrohet me një peshqir të ftohtë dhe të lagërs. Banja e banjës, pacienti duhet të fërkojë trupin e tij me forcë pas banjës, trupi duhet të thahet shpejt dhe të mbështetet me një batanie. Nëse klima është e favorshme, duhet të bëjnë ushtrime të moderuara. Kjo banjë ndihmon në uljen e temperaturës, gjithashtu përmirëson lëkurën kur merret për 5 deri në 15 sekonda pas një banje të nxehtë të zgjatur, duke nxitur qarkullimin e gjakut dhe duke stimuluar sistemin nervor. Kjo banjë nuk duhet t'u jepet fëmijëve të vegjël ose personave shumë të moshuar, ose nuk duhet të merret në rastet e inflamacionit akut të disa organeve të brendshme, siç janë peritoni akut, gastriti, enteriti dhe gjendje inflamatore të mitës dhe vezoreve. Banjë graduale. Pacienti duhet të hyjë në banjë në një temperaturë prej 31 gradë. Temperatura e ujit duhet të ulet gradualisht me një shpejtësi deri në 1 gradë në minutë derisa të arrijë 25. Banja duhet të vazhdojë derisa pacienti të fillojë të dridhet. Banja e shkallëzuar ka për qëllim të shmangë shokun nervor, duke zhytur pa pritur në ujin e ftohtë. Kjo banjë shpesh jepet çdo 3 orë në rastin e etheve. Kjo e ul në mënyrë efektive temperaturën përveç në ethet materiale, përveç për etheve të malarjeve. Përveç kësaj, ajo gjithashtu prodhon një efekt tonik të përgjithshëm
rrit rezistencën mjedisorë dhe energjinë në zemër. Banja me zhytje neutrale. Kjo banjë mund të jepet nga 15 deri në 60 minuta në një kohëzgjatje të gjatë pas një efekt negativ në temperaturë. Banja neutrale zvoglon puçrat. Ky trajtim është qetësuesi më i mirë, meqenëse nuk ndikon në veshkat. Rekomandohet në rastet që lidhet me se ka thënë. Një banjë neutrale zhytje e marrë për 30 deri në 60 minuta është shumë e dobishme në përgjithësi me hidroprizi për shkak të sëmundjeve kardiake ose renale. Gjithashtu ndihmon ato që vuajnë nga neuritit të shumëfisht, alkoolizmi dhe varësitë e tjera narkotike, diareja kronike, peritoni dhe dëmtime kronike të barkut. Në raste të tilla, banja duhet të jepet çdo ditë nga 15 deri në 30 minuta. Kjo banjë gjithashtu e dobishme në gjendje toksike të shkaktuar nga dispepsia dhe kruajtja. Banja neutrale nuk duhet të përshkruhet në raste të caktuara, të ekzemës e të formave të tjera të sëmundjeve të lëkurës, ku uji përkeqëson simptomat ose në rastet e dobësisë ekstreme kardiale. Pra, të gjitha kanë benefitet e tyre, por duhet të pas kujdes për ato që kanë probleme të ndryshme për çdo banjë. Pra kjo banja neutrale nuk duhet në rastet e ekzemës, që ka sëmundje të lëkura, sepse uji e përkeqëson dhe kur ka dobësi të madhe kardiake. Banja e nxehtë me zhytje. Kjo banjë mund të merret nga 2 deri në 15 minuta në një temperaturë nga 36.6, sa është temperatura e trupit, deri në 40 gradë. Në përgjithësi kjo banjë fillon me 37 gradë dhe temperatura më pas rritet gradualisht në nivelin e kërkuar duke shtuar ujë të nxehtë. Para se të hyjë në bajë, pacienti duhet të pijë ujë të ftohtë dhe gjithashtu të lajë kokën, qafën dhe shpallët me ujë të ftohtë. Gjithmonë kur bëhet banja të nxehta, u rekomandohet të pihet ujë i ftohtë. Një kompres e ftohtë duhet të aplikohet gjatë gjithë trajtimit. Kjo banjë mund të përdoret në mënyrë të dobishme në rastet e hidropizisë, kur ka humbje të tepruar të tonit të zemrës e të gjakut. Kjo banjë gjithashtu lehtëson bronkitin kapilar dhe pneumonin bronkiale tek fëmijët. Lehtëson bllokimin e mushkërive dhe aktivizon enët e gjakut të muskujve të lëkurës. Banja duhet të ndërpritet sa për lëkura të skuqet. Në pneumoni dhe menstruacione të shtypura, banja duhet të jepet nga 37.7 gradë deri në 40 gradë për rreth 30 deri në 45 minuta. Kjo banjë duhet të jepet kur të vinë menstruacione dhe mund të përsëritet për 2 deri në 3 ditë të rrjedhë. Në dismenore, kjo banjë duhet të jepet 30 gradë deri në 44.5 për 15 minuta. Në bronkitin kronik, një banjë shumë e nxehtë e marrë për 5 deri në 7 minuta duhet të shoqërohet me fërkim dhe fërkim. Kjo lehtëson bllokimin e mukozës dhe afron lehtësimin e menjëhershëm. Pas banjës, vaji duhet të aplikohet në lëkurë nëse është e nevojshme. Banja e nxehtë është një trajtim i vlefshëm për reumatizmin kronik dhe obezitetin. Ajo jep lehtësim të menjëhershëm kur ka dhimbje për shkak të gurëve të fshikshme të ëmbëllit dhe të veshkave. Banja e nxehtë nuk duhet të merret në raste të sëmundjeve organike të trurit, ose palses kurrizore, ose në raste të dobësisë kardiake dhe hipertrofisë kardiake. Banja me krip Epsom. Vaska me zhytje duhet të mbushet rreth me 135 litra ujë të nxehtë në 40 gradë edhe me 1 deri në 1,5 kg krip Epsom, e cila duhet të tretet në këtë ujë. Pacienti duhet të pijë një gotë me ujë të ftohtë dhe të mbulojë kokën me një peshqir të ftohtë dhe pastaj të shtrihet në vask, duke zhytur plotësisht trungun, kofshët dhe këmbët deri në nga 15 deri në 20 minuta. Koha më mirë për të bërë këtë banjë është para se të shkoni në shtrat. Kjo është e dobishme në rastet e shiatikës, dhimbjes së mesit, reumatizmit, diabetit, neuritit, ftohtit dhe katarit, shregullimet e veshkave dhe problemeve të tjera të acidit urik në lëkurë. Masa paraprake. Disa masa paraprake janë të nevojshme gjatë marrjes së këtyre banjeve terapeutike. Banja plot duhet të shmanget brenda 3 orëve pas vaktit dhe 1 orë para tij. Megjithatë, pra nuk bëhet kur je ushqimi në 3 orë
pas vaktit dhe 1 orë para ditë. Megjithatë, banjat lokale si banja e Vithit dhe banja e Kamit mund të bëhen 2 orë pas vaktit. Për banjat duhet të përdoret ujë i pastër dhe i kulluar dhe uji i përdorur një herë nuk duhet të përdoret përsëri. Gjatë banjës, temperatura dhe kozgjata duhet të respektohet në mënyrë strikte për të arritur efektet dëshiruara. Gjithmonë duhet të përdoret një termometër për të matur temperaturën e trupit. Gratë nuk duhet ta bëjnë asnjë banjë gjatë menstruacioneve, ato mund të bëjnë vetëm banja të viteve gjatë stazanisë deri në përfundimin e muajit të tretë. Vazhdojmë fuqitë shëruese të tokës. Toka është përdorur gjithësisht për qëllime shëruese në kohët e lashta si dhe në mesjet. Në kohët e moderne, ajo u bë përsëri e njohur si një agent terapeutik i vlefshëm në shekullin e kaluar nëpërmjet përpjekjeve të palove të Emanuel Ferke, një prif luterian i lindur në Gjermani i cili quhet pastori i argjilës. Ferke zbuloi se forca e tokës kanë efekte të jashtëzakonshme mbi trupin e njeriut, veçanërisht gjatë natës. Këto efekte përshkruhen si freskuese, gjallëruese dhe vitalizuese. Ferke besonte se për plagët dhe sëmundjet e lëkurës, aplikimi i argjilës ose i tokës së lagur është vetëm lidhje e vërtet natyrore. Trupi kështu riparohet me elementet nga i cili supozohet se është bërë. Adolf Just, 1838-1936, 98 vjeç pas këtij. Një nga pionerët e shërimit natyror në kohët moderne besonte se të gjitha sëmundjet, por veçanërisht probleme serioze nervore të epokës sonë, duhet të humbisin tmerrat e tyre nëse vetëm gjumi ose shtrirja në tokë natën do të bëhej zakon në shërimin e sëmundjeve. Sipas tij, duke fjetur në tokë, i gjithë trupi zgjohet nga letargjia e tij në një manifestim të ri të energjisë jetësore, në mënyrë që ta mund të heqë në mënyrë efektive materien e vjetër morbide dhe masat e fytyrave të vjetra nga zorët. Pra, pastron edhe nga lëkura edhe nga zorët. Dhe të marrësh një ndjesi shëndeti të ri, jetë të re dhe një fuqi dhe energji të re të pamenduar. Të ecësh zbathur gjithë ditën përveç kur është shumë ftohtë, konsiderohet gjithashtu si një hap i vlefshëm drejt arritjes së shëndetit të mirë dhe lumturisë së vërtetë. Njerëzit mund të nxjerrin energji jetësore dhe forcë nga toka përmes këmbëve të tyre. Jezu Krishti gjithashtu i kushtoi shumë rëndësi praktikës së të ecurit zbathur. Ai vetë ishte zbathur dhe i urdhëroi dishepujve të tij të njëjtën gjë. Këshillohet të ecësh plotësisht zbathur sa më shpesh të jetë e mundur, veçanërisht në tokë të zhveshur, por në dhomat me dysheme të lyer është më mirë të vishen me një gjë. Pasi dyshemeja e betoni ndikon negativisht në trup nëse ecën zbathur. Indianët amerikanë i kushtojnë shumë rëndësi trajtimit të tokës. Ato besojnë se fuqia shëruese është aq e fortë në gjethe dhe bim, e fuqishme në ajër, por me të vërtetë shumë e fuqishme në tokë. Ato kanë një zakon, i varrosin të smurët nga të gjithë llojet të sëmundjeve në tokë deri në qafë dhe i lënë aty për disa orë dhe pastaj i heqin. E kemi pas dhe ne këtë më parë në kohën e modernizmit, në rrugë shumë buloshin gjithë. Ata besojnë se shumë prej tyre shërohen, me sa duket trupi tërheq mbi vete minerale shëruese dhe disa nga magnetizmi i tokës. Paketa me balt, praktikuesit e kurave natyrore aktualisht po e përdorin gjithnjëherë më shumë tokën e lagur në trajtimin e sëmundjeve. Përdorimi i paketave me balt është gjetur shumë i dobishëm dhe efektiv në trajtimin e inflamacionit kronik të shkaktuar nga sëmundjet e brendshme, mavijosjet, shtrëmbrimet, shibanet dhe plagët. Kjo mënyrë trajtimi zakonisht miratohet në lidhje me një skemë të durë të terapive dietike dhe të tjerave natyrore. Avantazhi i trajtimit me balt është se është në gjendje të ruajë lagështinë dhe freskinë për periudha më të gjata sesa paketat ose kompresat me ujë të ftohtë. Lagështia e ftohtë në paketë me balt relakson porët e lëkurës, tërheq gjakun në sipërfaqe, lehtëson bllokimin e brendshëm dhe dhimbjen, rrit rezatimin e nxehtësisë dhe eliminimin e lëndëve të dëmshme. Një pako me balt përgatitet me argjilë të marrë nga rreth 10 cm në sipërfaqen e tokës, pasi të sigurohet që nuk përmban papastërti të tjera si ple organik ose kuralec. Argjila më pas ndrohet në një pastë të lëmuar me ujë të ngrohtë, ajo lihet të ftohet dhe më pas shpërndahet në një shërit plure masije, të cilët mund të ndryshojnë sipas kërkesave. Dimensionet e pakës të destinuar për aplikim në bark janë përgjithsisht 20 me 10 cm dhe 2.5 cm.
Kompletet me bart janë gjetur të jenë trajtimin vlefshëm për sëmundjet që lidhen me çrregullimet nervore. Ato gjithashtu mund të ulin në ethet dhe janë të dobishme në ethet e tretis, fruthin dhe gripin. Kompletet me bart përshkruajnë përhenjtje, përdhes të syve, reumatizëm, probleme për stomakun, funksionimin e veshkave dhe mërqisë, difteri, akne e të tjera. Edhe sëmundje seksuale. Kompletet me bart janë gjetur në një trajtim të vlefshëm për sëmundjet e lidhura me dobësinë e përgjithshme dhe çrregullimet nervore. Ato gjithashtu mund të ulin në ethet dhe janë të dobishme në trajtimin e etheve të kuqe, fruthit dhe gripit. Pakë e bartës përshkruhet përhenjtje, probleme me sytë dhe veshët, përdhes, reumatizëm, probleme me stomakun, keq funksionime të veshkave dhe mërqisë, difteri, letargji, çrregullime seksuale e të tjera. Gjithashtu, çrregullim të dhimbje koke, dhimbje dhëmbi, dhimbje të përgjithshme. Kjo fasha e bartës, pasi vendoset në trup, duhet të mbulohet me një fanel ose material mbrojtës. Pakë aplikohet 10 deri në 30 minuta. Meqense barku është vatra e shumicës së sëmundjeve, pakë e bartës aplikuar në këtë pjesë të trupit mund të kurorojë shumë çrregullime, duke përfshirë të gjithë format e dispepsisë që prekin stomakun dhe zdorët. Është më efektive në uljen e nxehtësisë së jashtme dhe shpërbërjen e materialeve morbide. Gjithashtu ndihmon në pasivitetin e dhimbjeve të lindjes dhe për këtë qëllim pakë mund të rinovohet çdo 2 ose 3 orë. Pakë e bartës është gjithashtu e dobishme si një trajtim alternativ. Zona në trajtim fillimisht jepet një fusion për 5 deri 10 minuta derisa të ngrohet mirë. Barta më pas aplikohet direkt në lëkurë për 5 deri në 15 minuta, varësisht nga reagimi i kërkuar. Aplikimet e nxehta dhe të thota janë të dobishme në rrësimin e dhimbjeve kronike, ngërshjeve të zorëve dhe dhimbjeve të mesit. Aplikimi alternativ ndihmon në rrësimin dhe shqetësimin e shkaktuar nga gazet dhe bllokimet e zorëve. Është gjithashtu i dobishëm në amebiaz, kolit, enterit dhe gjendjet e tjera inflamatore me origjinë bakteriale. Banja me balt ose argjil është një mënyrë tjetër trajtimi, aplikohet në një mënyrë si kompresat, por vetëm në një shkallë më të madhe në të gjithë trupin. Në këtë rast, balta ose argjila fillimisht bluhet dhe sillet për të hequr të gjithë papastërtitë dhe më pas shndrohet në një pastë të lëmuar të përzierë me ujë të nxehtë. Pasta më pas shpërndahet në një çarçafe e cila nga ana tjetër mbështetet rreth trupit. 1 ose 2 batanije më pas mbështiten më të varësisht nga temperatura e dhomës dhe ajo e kompresës. Një banjë me balt pasohet nga një banjë me ujë të ngrohtë, pastrues dhe një dush i shkurtër i ftohtë. Është zbuluar se banja me balt tonifikon lëkurën dhe rrit qarkullimin edhe duke i dhënë energji indjeve të lëkurës. Banjët e shpeshta me balt ndihmojnë në përmirësimin e pamjes, pastrimin e njollave dhe njollave në lëkurë, pas rregullimit të lëkurës është për krah të lisë. Është shumë e dobishme në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës, si psorioza, leukoderma dhe çdo lloj lebre. Pra sëmundjet e lëkurës i bën shumë mirë balta. Kjo banjë gjithashtu e vlefshme për të lehtësuar dhimbjet reumatike ose dhimbjet me nyje të shkaktuara nga lëndimet. Kohëzgjatja e banjës duhet të jetë nga 30 minuta deri në 1 orë. Duhet të tregohet kujdes gjithashtu në pacientë që mos ftohet gjatë banjës. Aplikimet me balt përbëjnë gjithashtu një pjesë thjesore të trajnimit të bukurisë natyrore, banja terapike e të tjera. 3 deri 4 cm me ujë, inqe, 10 cm me ujë, temperatura nga 7 dhe 12, vjen në vas, këmbë duhet zhytur plotësisht në ujë, edhe këto i tham. Kjo ishte pjesa e dytë, shohve kamerën të kjo pjesa e tretë për kurat me anë të baltës. Ja, këtu mbaron kjo.
Këtu mbaron dhe pjesa e dytë që ishin kurat me anën e ujit dhe baltës. Faleminderit.